Zoti i madhnushëm në Kur'anin Fisnik na ka thënë: vërtet në krijimin e qiejve dhe të tokës, në ndrimin e natës dhe të ditës, ka argumente, ka shenja për ata të cilët logjikojnë, për ata të cilët mendojnë, për të zotët e mendjes. Gjithashtu në një ajet tjetër kuranor na ka treguar që Kur'anin nuk ka mundësi që ta bartë askush tjetër përpos zemrës së besimtarit, zemrës së sinqert, zemrës së mirë të besimtarit. Ai ka thënë, sikur ta zbritnim ne Kur'anin mbi kodra dhe mbi male, këto do të shkriheshin nga frikë respekti ndaj Allahut të Madhnushëm, nga droja ndaj tij. Por megjithatë, ishte një krijesë që e pranoi këtë fjalë madhështore, këtë fjalë me peshë, ishte zemra e njeriut, zemra besimtare. Prandaj përgëzime për secilin njeri që e beson Kur'anin, fjalën e Zotit të Madhnushëm, sepse jo çdo kush mundet me pranu këtë fjalë me peshë kaq të madhe.